Tani që e kemi krijuar sfondin me fenomenin e kontrastit, le të kalojmë te principi i dytë i psikologjisë së bindjes, që është reciprociteti. Parimi i reciprocitetit bazohet në rregullin bazë të çdo qelize, çdo shkëmbimi qelizor, organizmi apo çdo shoqërie. Njerëzit duhet t'u kthejnë mbrapsht atyre prej të cilëve kanë marrë diçka më parë. Ka kaq shumë ndikim, edhe pse tingëllon i thjesht, nuk është as pak i lehtë për t'u aplikuar, për t'u përdorur në mënyrë etike dhe optimale. Nëse dikush të fton në një fest, ndihesh i detyruar ta ftosh edhe ti. Nëse dikush të dërgon një kartolinë urimi për festa, ndihesh i detyruar t'ia kthesh. Nëse dikush të bën një nder, i ke një nder borxh. Dhe sa prej nesh kanë përfundu duke bler djath në supermarket vetëm sepse ajo zonja e sjellshme me tabaka dhe me mostra të ndryshme djathi na ofron një copë të vogël me një kojnë dhëmbësh. Nuk ndihesh mirë pra ta hash djathin dhe t'i kthesh kunjin bosh. Ja, merre. Kështu që çfarë bëjmë? Blejmë pak djath, blejmë djathin. Që në fëmijëri në fakt na mësojnë të japim mbrapsht dhe të mos marrim asnjëherë pa dhënë. Pse? Sepse në çdo shoqëri, rregulli i reciprocitetit lejon që marrëdhëniet e ndërsjella të fillojnë dhe të vazhdojnë ndër breza. Në fakt, çdo shoqëri i mëson fëmijët të japin, pastaj të marrin për të ruajtur lidhjet e tyre me të tjerët. Por ka një nuancë thelbësore për mënyrën se si funksionon realisht parimi i reciprocitetit. Si ekspert i influencës, i ndikimit, i bindjes, për të aktivizuar këtë parim, kaq të fuqishëm, sekreti është që të jesh ti i pari që jep. Shpesh, kur flasim për fuqinë e reciprocitetit, përqendrohemi te marrëdhëniet midis njerëzve, dhe kjo është komplet e vërtetë, tërësisht e vërtetë, por ndikimi i tij shkon përtej këtij niveli bazik. Reciprociteti ndodh edhe midis organizatave, kur kompanitë shkëmbejnë favore me partnerët e tyre të biznesit. Ai pra reciprociteti mund të lidh kombe të tëra në kohë të ndryshme ndër breza. Në vitin 1985, Etiopia po vuante nga uria, thatësira, sëmundjet dhe lufta e brendshme civile. Ekonomia e saj ishte në kolaps dhe rezervat ushqimore po shteronin dita ditës. Banorët vdisnin me mira. Në një situatë të tillë, nuk do të ishte as pak e çuditshme që të dëgjoje në lajme se dikush i ka dhuruar $5,000 donacion Etiopisë. Por e vërteta është dhe do të habiteshe nëse ajo do të ishte krejt e kundërta, nëse do të zbuloje të vërtetën, që ndihma nuk shkoi për në Etiopi, por doli nga Etiopia për të shkuar diku tjetër. Zyrtarët e kryqit të kuq etiopian kishin vendosur t'i dërgonin këto $5,000 për të ndihmuar viktimat e tërmetit në Mexico City po atë vit. Dhe kjo është vetëm gjysma e historisë. Pavarësisht kushteve të mjerueshme në të cilat ndodhej Etiopia në atë kohë, fondet u dërguan në Meksik si një mënyrë për të kthyer një borxh të vjetër, sepse Meksika kishte dërguar ndihmë për Etiopinë kur ajo u pushtua nga Italia në 1935. Obligimi për të kthyer mbrapsht mirësinë kishte kapërcyer dallimet e mëdha kulturore, distancat e gjata, urinë ekstreme, vitet e shumta dhe interesin vetjak. Thjesht pra, përballë një force sado kundërshtuese, ndjenja e obligimit triumfoi. Banorët që morën nismin për dhurimin atyre $5,000 ndaj Meksikës nuk kishin lidhje me ata që kishin pranuar dhuratën në 1935, por rregulli i reciprocitetit vazhdoi të vepronte fuqishëm pavarësisht ndryshimeve të njerëzve, vendeve, epokave apo brezave. Kaq i fuqishëm është. Cilat janë disa nga emrat dhe epitetet që u vëmë atyre personave që marrin, por nuk japin, nuk kthejnë mbrapsht. Në çdo shoqëri, njerëzit që nuk e kthejnë favorin quhen mashtrues, zhvatës, parazit, mosmirnjohës dhe po, siç e thon disa prindër, adoleshent. Nuk ekziston asnjë gjuhë e rruzullit toksor, asnjë gjuhë në botë që të ketë një fjalë pozitive për dikë që nuk i kthen të mirat që merr. Dhe për shkak se të gjitha shoqëritë respektojnë parimin e reciprocitetit, është fal tij që ekziston një gatishmëri për bashkëpunim
midis njerëzve nga kultura krejt të ndryshme. Reciprociteti është një nga parimet që përdorim kur duam të thellojmë, nisim apo riparojmë një marrëdhënie. Ai gjithashtu mund na shërbej si një sistem paralajmërimi, alarmi i hershëm për ecurinë në një marrëdhënie që duam të krijojmë. Për shembull, nëse dikush nuk po të kthen telefonatat, emailët, kjo është një shenjë se marrëdhënia juaj nuk është aty ku duhet të ishte për të ndërtuar një bashkëpunim. Në atë rast duhet të kuptosh, duhet ta marrësh këtë si një alarm dhe të reagosh duke përmirësuar marrëdhënien ose duke dhënë diçka me vlerë i pari, sepse kur ti jep i pari, aktivizon një shkëmbim reciprok dhe ky është një mjet i shkëlqyer për të ndërtuar lidhje të forta. Tani, përpara se të diskutojmë më tej mbi parimin e reciprocitetit, le të prezantojmë dy koncepte të rëndësishme që do të na shoqërojnë në çdo video pasuese mbi psikologjinë e bindjes. Si për parimin e reciprocitetit, ashtu edhe për çdo parim tjetër të psikologjisë së bindjes, ekziston mënyra për ta aktivizuar parimin dhe mënyra për ta amplifikuar, për ta përforcuar atë. Dhe ne këto i quajmë përkatësisht aktivizues dhe amplifikues. Aktivizuesi është një ngjarje ose veprim që e bën një parim të psikologjisë së bindjes të hyjë të futet në veprim. Mund ta përftyrojmë sikur të ishte një buton gjithmonë aty i gatshëm për të shtypur dhe për të aktivizuar fuqinë e atij parimi që kemi zgjedhur. Përforcuesi nga ana tjetër është një ngjarje apo veprim që rrit efektivitetin e atij parimi. Domethënë ja shton forcën. Këtë mund ta mendojmë, mund ta imagjinojmë jo si një buton, por si një burm rregulluese volumi, një mënyrë për të shtuar intensitetin e ndikimit. Tani le të flasim më parë për mënyrat se si aktivizohet reciprociteti, pra cilët janë aktivizuesit e reciprocitetit. Ti mund të aktivizosh këtë parim duke bërë ndere, lëshime, dhurata, kompromise. Koha, momenti, çasti në të cilin ti i jep njërën nga këto është thelbësor për suksesin tënd. Sekreti pra është që të jesh i pari, qoftë në dhuratë, qoftë në ndere, qoftë në lëshime. Sepse ky veprim krijon ndjesinë e obligimit për ta kthyer atë nder, duke hapur kështu rrugën për një marrëdhënie afatgjatë dhe fitimprurse me të tjerët. Ekziston një traditë e gjatë studimesh që nis që nga vitet 1950 mbi aftësinë e dhuratave dhe shpërblimeve për të ndikuar për të bindur njerëzit. Por kujdes ama, sepse dhuratat dhe shpërblimet nuk janë njësoj. Dhe një nga temat më studiuara është cila nga të dyja është më efektive. Shpërblimet apo dhuratat. Për ta zbuluar këtë, studiuesit përpiluan një anketë, e futën në zarf dhe e dërguan me post tek disa drejtues kompanish ndërtimi. Në mesazhin që ishte ndërfutur në zarf, theksohej se pyetësori do të zgjaste rreth 1 orë, pra nuk ishte një pyetësor i shkurtër. Marrësit e anketës u ndanë në mënyrë të rastësishme në 2 grupe. Grupi i parë do të merrte $50 shpërblim nëse e plotësonte pyetësorin, dhe ky ishte grupi i shpërblimit pra, sepse shpërblimi prej $50 i jepej vetëm nëse kryhej detyra, pra plotësimi i pyetësorit. Grupi i dytë në zarf mori një çek prej $5 së bashku me pyetësorin. Ata u informuan se çeku ishte i tyre, pa kushte, edhe sikur të mos e plotësonin fare pyetësorin. Pra, $5 ishte grupi i dhuratës, sepse morën diçka falas, përpara se të kërkohej ndonjë veprim prej tyre. Dhe rezultati, në grupin e shpërblimit, 23% e tyre
e plotësuan anketën dhe e kthyen mbrapsht me post. Në grupin e dhuratës, 52% e plotësuan anketën dhe e dorëzuan me post. Një përmirësim i madh në rezultat gati dyfishi me shpenzime shumë herë më të ulta. Tani di mund të kesh një shqetësim të arsyeshëm, po sikur njerëzit që merrnin çekun për $5 të mos e plotësonin fare pyetësorin. Studiuesit zbuluan se shumë pak njerëz e bënin këtë. Dhuratat ishin thjesht më efektive se shpërblimet. Ky është studimi, ky është konkluzioni i studimit. Nëse njerëzit e merrnin çekun më parë, e kryenin detyrën. Ky është një aspekt shumë i rëndësishëm i rregullit të reciprocitetit. Rëndësia e të qenit i pari që jep. Kur jep i pari, njerëzit ndihen të detyruar, të obliguar të kthejnë diçka, edhe kur ajo që kanë marrë nuk është diçka e madhe. Dhurata apo shpërblime pra, cila? Të dyja, dhurata dhe shpërblimet, mund të përfshin para ose gjëra me vlerë më të madhe ose më të vogël. Të dyja mund të personalizohen, por dhuratat ka një avantazh më të madh për disa arsye. Dhuratat janë proaktive. Ato vijnë përpara se sa ti drejtosh një kërkesë tjetrit. Shpërblimet nga ana tjetër jepën vetëm pasi një person ka bërë diçka. Pra ka një nuhatje kontraktuale të fshehtë. Shpërblimet janë të kushtuara. Do të bëj X gjë nëse ti bën Y gjë më përpara. Ndërsa dhuratat janë të pakushtuara. Ato nuk varen nga një veprim i joti më përparshëm. Shpërblimet tregojnë më pak besim të tjetri. Ato e shtyn individin që ta provoj veten përpara se sa ta meritoj shpërblimin, të marrë diçka. Ndërkohë që dhuratat tregojnë mirëbesim a priori të tjetri dhe respekt të menjëhershëm. Dhuratat e nisin pra një marrëdhënie, ndërsa shpërblimet e përfundojnë atë, sepse shpërblimet shërbejnë si një dhënie finale për një detyrë të kryer. Për gjitha këto arsye, dhuratat ofrojnë përparësi të veçanta që shpërblimet nuk i japin dot. Një tjetër shembull i përditshëm i kësaj. Një ortodont shumë i suksesshëm besonte dhe e kishte bindur veten se po e përdorte fuqishëm parimin e reciprocitetit. Në sallën e pritjes, në hollin e pritjes, ku hynin pacientët, stafi i tij i drejtonte pacientët tek frigoriferi dhe u thonin që ju lutem merrni një pije freskuese e ofrojmë falas për ju. Por a ishte kjo me të vërtet një përdorim i fuqishëm i reciprocitetit? Mendoje pak. Pse po ose pse jo? Ishte ujë ose pije falas, por nuk ishte një dhuratë e fuqishme, sepse ishte gjithmonë e disponueshme për të gjithë. Njerëzit e shikonin atë si diçka të merituar, si pjesë e shërbimit, jo si një dhuratë sinqert për ta. Për sa kohë ata kishin të drejtën e tyre të çoheshin, të hapnin frigoriferin, të merrin një pije, nuk e perceptonin si dhuratë, sepse kjo nuk krijonte ndjesinë e obligimit ashtu siç e krijon një dhuratë e mirëfillt. Dhe si mund ta ndryshonte ky ortodont këtë perceptim? Një mënyrë do të ishte që frigoriferi të vendosej pas banakut dhe stafi të pyeste me kujdes. A mund t'ju ofroj diçka për të pirë? Dhe nëse pacienti e pranonte, ta pyesnin çfarë ujit preferoni, me gaz, pa gaz, me aromë, pa aromë. Ky gest personal, i bërë me kujdes dhe vëmendje, krijon ndjesinë e një dhurate të vërtetë. Shumë herë, kur mendojmë për dhurata, mendojmë për sende fizike, si dhurata për ditëlindja apo objekte të tjera. Por dhuratat jo materiale janë shpesh më të rëndësishme dhe më efektive se dhuratat materiale. Dhe ndryshe nga dhuratat fizike, ato janë një burim i pashtershëm, sepse mund t'i bëni pafundësisht. Mendoje pak tani, cilat janë disa dhurata të paprekshme, pra jo materiale që i ke dhënë me vullnet të lirë dikujt në të shkuarën tënde. Për shembull, mund të ketë qenë një dëgjim i vëmendshëm i dikujt në hall. Mund të ketë qenë një mbështetje emocionale për dikën në një situatë të vështirë. Mund të kesh ofruar apo kërkuar falje dikujt. Mund të kesh bërë një kompliment të sinqert dikujt. Mund të kesh kaluar kohë cilësore me dikë, apo mund të kesh bërë një mesazh të papritur dikujt. Pra mesazhi tjetër që duhet të fusësh te xhepi i vogël
është se nëse po kërkon më shumë informacion, më shumë pozitivitet, apo më shumë besim në një marrëdhënie, i jep ti i pari. Dhe tani, mbushëm me frymë thellë, qetësohu pak, sepse do të zhytemi akoma më thellë në studimin e principit të reciprocitetit. Mendo pak për ato raste kur ke marrë një dhuratë, por nuk të ka pëlqyer dhe aq. Nuk e ndjeve aq të fortë detyrimin, obligimin për ta kthyer me një të mirë tjetër. Për të amplifikuar, për forcuar efektin e një dhurate, është e rëndësishme që ajo të jetë domethënëse për personin që e merr. Domethënëse duhet të jetë e papritur për personin që e merr dhe duhet të jetë e personalizuar enkas për të. Tani le të shohim të gjitha me radhë. Do me thënë se edhe pse ndonjëherë favoret dhe nderet që bëjmë me tepri mund të jenë kundërproduktive, në përgjithësi sa më e rëndësishme ose do me thënë se të jetë dhurata që i bëjmë tjetrit apo ndihma që i japim tjetrit, aq më i fortë është efekti i saj. E lajmi mirë është se gjeset e vogla mund të jenë thellësisht të rëndësishme do me thënë se për tjerët, për marrësin pra, nëse bëhen në kohën dhe në momentin e duhur. E përshtatur ose e personalizuar, dhuratat bëhet më efektive në këtë rast, sepse duket sikur është zgjedhur enkas për marrësin e menduar, për atë që do ta marrë dhuratën. Nuk është një dhuratë e përgjithshme pra. Shkoni merrni një pije. E papritur, dhurata është e papritur kur njerëzit marrin gjëra nga ne që nuk i prisnin në kushte normale. Dhe kjo ka një efekt shumë të fuqishëm. Ekziston një studim i cili më pëlqen shumë, i cili ilustron saktësisht se si një dhuratë që është domethënëse e papritur dhe e përshtatur enkas mund të amplifikojë fuqinë e reciprocitetit. Dhe ky studim quhet studimi i restorantit. Në Shtetet e Bashkuara të Amerikës ju e dini se kamarierët mbështeten shumë te bakshishet si pjesë të ardhurave të tyre. Pra, çdo mënyrë që shërben për të arritur bakshishin ka rëndësi për ata. Një strategji që përdor parimin e reciprocitetit është vendosja në karameleje ose menteje në tabakan e faturës në fund të vaktit. Me siguri ta kanë bërë edhe ty ndonjëherë këtë. A ka ndikim kjo gjë, ky veprim në shumën totale të bakshishit? Sigurisht që ka. Studimi zbulon se kjo rrit bakshishin me 3.3%, krahasuar me klientët që nuk marrin asgjë. Ndoshta tani po mendon se 3.3% nuk është ndonjë shumë e madhe. Por unë kam 2 gjëra për të thënë. Nëse do të mund të rritje fitimin tënd neto me 3.3%, thjesht me një karamele apo sorbeto, a nuk do ta bëje? Dhe më e rëndësishmja, nuk është kjo arsyeja e vërtet pse më pëlqen ky studim. Arsyeja është se hulumtuesit shkuan akoma më tej, duke treguar se efekti një dhurate mund të shumëfishohet nëse është domethënës, i personalizuar dhe e papritur. Çfarë bën ata më tej për të aplikuar edhe për forcuesit e tjerë? Për një grup tjetër klientësh, disa tavolina të tjera, në vend që të vendosnin një karamele, kamarieri vendosi 2 karamele për person. Tani ti do të prisje që bakshishi të dyfishohej apo jo? Në fakt jo vetëm u dyfishua, u 4-fishua. Bakshishi nuk u rrit me 3%, nuk u bë 6.6%, por u bë 14.1%. Dhe pse ndodhi kjo? Sepse 2 karamele përfaqësonin 100% në krahasim me 1. Dhe kjo u perceptua si një dallim domethënës. Mësimi pra që duhet të fusim në xhep është se domethënës nuk do të thotë i shtrenjtë. Edhe dhurata të vogla të tipit një karamele më shumë, një sorbeto, mund të jenë domethënëse nëse perceptohen si të tilla nga personi që i merr. Po për 2 amplifikuesit e tjerë, çfarë thoshte studimi? Për amplifikatorin e papritur me element surprize dhe amplifikatorin e personalizuar e bërë engas për të, hulumtuesit e studiuan e testuan edhe këtë. Në një tjetër grup tavolinash,
Kamerieri fillimisht e vendoste karamelen për çdo person dhe i falenderonte klientët dhe pas i largohej disa hapa për të ikur në rrugën e tij, kthehej mbrapsht dhe u thoshte, po, për juve do të veproj ndryshe, dhe vendosi nga një karamele të dytë për secilin prej tyre. Rezultati, bakshishi u rrit me 23%. Pse? Sepse karamelja e dytë ishte e papritur. Ai u kthye befas mbrapsht nga rruga e tij, nga ishte nisur për t'ikur, dhe e personalizoi dhuratën, duke u drejtuar atyre, duke u thënë për ju do të veproj ndryshe, me një gjest shumë të kujdesshëm. Kur më qellon ta prezantoj këtë studim me stafin e ndonjë biznesi, ndonjëherë dikush çon dorën dhe thotë, gjitha këto që the janë shumë interesante, por unë nuk punoj në restoran dhe unë nuk varem prej bakshisheve, kështu që çfarë do bie ka kjo për mua. Kur ma thon këtë gjë, unë e kuptoj se nuk e kam bërë siç duhet mjaftueshëm punën time. Sepse mesazhi i këtij studimi nuk është për kamerierët. Mesazhi është për çdo njeri që dëshiron të ndikojë pozitivisht në marrëdhëniet e veta. Ai na mëson se në çdo situatë, shërbim apo favor që japim mund të ketë efekt shumë të madh nëse përfshijmë njërin apo disa nga këta përforcues. Domethënia, elementi i surprizës dhe personalizimi. Ky është mësimi i vërtet, dhe ky mësim vlen kudo, në biznes, në edukim, në marrëdhënie, në politik, kudo. Sekreti për të bërë dhurata kuptim plota, të personalizuara dhe të papritura është të bëjmë me kujdes detyrat e shtëpisë. Të njohim personin aq mirë sa ajo që i japim të aktivizojë dhe të përforcojë rregullin e reciprocitetit tek ai individ. Megjithatë, është më rëndësi theksohet se dhuratat nuk janë vetëm një formë për të futur në veprim parimin e reciprocitetit. Edhe lëshimet janë pjesë e tij. Në një negociat, një lëshim ndodh kur tërhiqesh nga kërkesa jote fillestare dhe propozon diçka më të vogël. Kur je i pari që bën një lëshim, studimet tregojnë se pala tjetër ndjen një obligim për të bërë një lëshim gjithashtu. Por tani ne nuk i themi dot të gjitha, sepse kjo video shkoi shumë gjatë dhe principi i radhës që do të flasim mbi psikologjinë e bindjes është simpatia.